I nderuar kryetar, të nderuar kolegë deputet, në fakt sot pam kryeministrin dhe gjithë qeverinë se si në një lidhje live fliste për procesin e integrimit evropian, një proces në fakt i cili jo vetëm që nuk është gjithëpërfshirës dhe që është zaptuar nga kjo qeveri, dhe që filloi këtë legjislaturë duke shkryer Komisionin e Integrimit dhe duke ja hequr këtë gjithë përfshirje opozitës, por aty nuk u tha asgjë e cila do duhet ishte e vërteta e madhe se përse procesi i integrimit është penguar dhe është marrë peng nga kjo qeveri. Së pari, rreziku thelbësor i procesit evropian vjen nga mosmiratimi i raportit IBAR, raporti për objektivat e ndërmjetme. Ky raport, të nderuar qytetar, përcakton nëse janë përmbushur kriteret e shtetit të së drejtës dhe përfshim grup kapitujt e parë të reformës në drejtësi, siguri, luftës kundër korrupsionit dhe drejtat themelore, i cili nuk është miratuar nga Brukseli, sepse shumë vende europiane kanë ngritur pikpyetje të forta për situatën reale në Shqipëri. Është kryt ky raport pasi është kusht themelor për të mundësuar mbylljen e kapitujve të negocimit dhe avancimin e procesit të integrimit. Më lejoni t'ju them që 1 vit e gjysmë përpara, kur u hapën negociatat, Mali Zi në 1 vit e gjysmë ka mbyllur 11 kapituj dhe sot ka mbyllur 14 kapituj në total. Shqipëria në 1 vit e gjysmë ka mbyllur 0 kapituj, asnjë kapitull të mbyllur. Kjo është e vërteta që prisnin qytetarët shqiptar. Dhe kjo nuk është rastësi, është mos përmbushja e standardeve themelore të procesit integrimit evropian, por e vërteta e madhe tjetër është votimi në parlament për çështjen e imunitetit të Belinda Ballukut, i cili ishte një akt i pastër politik për të mbrojtur pushtetin dhe për të shkatruar drejtësinë. Pasi të gjithë jemi të qartë që Edi Rama mbrojti veten e tij, sepse çështja Ballukut në fakt është çështja Rama. Kjo është e vërteta e madhe e procesit të integrimit, i cili është marrë peng nga kjo majorancë që nuk ka asnjë vullnet për të luftuar korrupsionin, për të luftuar krimin organizuar dhe për të përmbushur standardet minimale të qytetarëve shqiptar, të cilët duhet jetojnë me të njëjta standarde si qytetarët evropian. Procesi i integrimit evropian